Gjatë këtyre ditëve bëri bujë të madhe një deklaratë e ish banorit Gert Ferrer për Egli Takon. Ai tha se banorja është në një lidhje jashtë duke aluduar për një djalë që quhet Mario, i cili njëherësh është trajner i fitnessit. Për këtë ka reaguar në fan club kunati i Eglit, Giulio Todhe, duke treguar të vërtetën. I njëjti thekson se në këtë histori nuk ka asgjë të vërtetë dhe se po bëhet gjithçka për vëmendje. Tutje shton se ai e ka shoqëruar gjatë gjithë kohës për në Big Brother dhe se e njohin të gjithë. Më duket pak qesharake çfarë nuk shikojmë, çfarë nuk dëgjojmë, kanë dalë shumë veta që flasin, por familjari i Eglit jam unë dhe nusja ime. Eglin e kam shoqëruar që nga dita e parë, më njohin të gjithë, nuk e di nga i shohin këta filma, u shpreh ai. Ndër tjerash shtoi, ti shiko kush i bën çdo kush do pak vëmendje. Shumë e lehtë për të zgjidhur. Po e kam shok djalin në fjalë. Nuk ka asgjë të keqe, se këtu në Shqipëri kështu funksionon, ta bëjnë direkt dashnor.